Ne kemi sfidë tash këtë pjesën e digitalizimit edhe përhapjen të madhe të telefonave celular. Edhe tregom njëherë cili është rreziku më i madh që ta dinë njerëzit. Teknologjia bën të vetën, por kur ajo shfrytëzohet për punë është diçka ndryshe, por kur shfrytëzohet për gjëra të tjera, domethënë të cilët nuk na japin ndonjë kontribut jashtëzakonisht të madh dhe lindin dhe problemet. Unë mendoj se problemi më i madh është te fëmijët e vegjël, të cilët jashtëzakonisht me të madhe po i përdorin këto teknologji. Edhe është një problem i madh i cili lind prej në moshe shumë të reja. Fëmijët, domethënë pas sa të lindin sa të ambientohen domethënë me telefonat, edhe këtu është një faj jashtëzakonisht i madh i prindërve të cilët i lënë me kohë të gjatë, domethënë që S'kan kohë të merren me s'kan kohë, e fëmijët. keq që është që prindi në anën tjetër rrin prindi me telefon, tjetër në anën fëmia. Prandaj edhe është jashtëzakonisht problematike. Unë kam pas në jetën e përditshme shumë probleme, sidomos kohë të fundit me fëmijë. Kemi pas fëmijë që ka qenë në moshën 3 vjeçare, që është ballafaqur me një dioptri -13, që është një diçka e jashtëzakonshme, edhe është një apel kisha thënë që të kenë jashtëzakonisht kujdes prindërit e ri me përdorimin e telefonave e këtyre gjërave. Te fëmijët për shkak se pasojat pastaj janë jashtëzakonisht mëdha dhe rezultatet të cilet ne sado kudo që teknologjia ecën me të madhe, domethënë edhe në oftalmologji, po rregullimi apo i pasojave nuk është ajo që duhet.